Në Lushnjë një atmosfera festive pashkëve ortodokse u ndje fuqishëm këtë vit, ku besimtarët ortodoks u mblodhën për të kremtuar një nga ditët më të rëndësishme të besimit të tyre, ringjalljen e Krishtit. Mesha solemne u zhvillua në ambientet e kishës Shën Gjergji dhe Shën e Premte, e cila ishte e mbushur me dhjetra qytetar që kishin ardhur për të marrë pjesë në këtë ceremoni të shenjtë. Ritet fetare u drejtuan nga atë gori që përcolli mesazhe paqeje, shprese dhe besimi për të gjithë të pranishmit. Gjatë meshës u kryen lutje dhe këngë kishtare tradicionale, duke krijuar një atmosferë të veçantë shpirtërore që preku zemrat e besimtarëve. Për shumë vjet gëzuar ditën e Pashkës, Krishti u ngjall. Në këtë ditë festive dhe unë duhet të jem pjesë e gëzimit tuaj. Ju uroj nga zemra që paqja, dashuria dhe mirësia e Krishtit të kryqëzuar të vijë pranë vatrave tuaja. Ju uroj shumë gëzime. Edhe njëherë Krishti u ngjall për shumë vjet gëzuar. Ju uroj besimtarët nga zemra sinqerisht.